Policia e shtetit dhe policia italiane forcojnë bashkëpunimin për luftën kundër kultivimit të kanabisit. Policia e shtetit dhe policia italiane kanë nisur përgatitjet për fushatën ajrore të monitorimit të territorit për vitin 2025, me qëllim parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Në këtë kuadër, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, drejtues madhor Ilir Proda, zhvilloi një takim me një delegacion të lartë të Ministrisë së Brendshme të Italisë, të kryesuar nga General Brigade Luigi Vinci Guerra, komandanti i repartit të tretë të operacioneve të Guardia di Finanza. General Brigade Giampiero Jani, drejtori i përgjithshëm për bashkëpunim ndërkombëtar të policisë, Salvatore Gava, ekspert sigurie pranë ambasadës italiane në Tiranë, Ferdinando Rucco, përfaqësuesi i zyrës ndërlidhëse Interforce, Francesco Della Corte, komandanti Guardia di Finanza në Durrës, Giampiero Carrieri, ekspert i Guardia di Finanza, përfaqësues të konsorciumit universitar Benecon. Takimi u fokusua në koordinimin për fushatën ajrore të monitorimit për vitin 2025, si dhe në forcimin e kapaciteteve teknike dhe inteligjencës për mbikëqyrjen e territorit. Palët diskutuan masa konkrete për intensifikimin e veprimeve parandaluese dhe shfrytëzimin e teknologjisë avancuar në zbulimin e parcelave të mundshme me bimë narkotike. Drejtori i përgjithshëm Ilir Proda theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar. Monitorimi ajror, inteligjenca policore dhe partneritetet strategjike si ky me policinë italiane janë çelësi i suksesit në luftën kundër kultivimit të kanabisit, një nga prioritetet tona kryesore, u shpreh ai. Ndërkohë General Vinci Guerra vlerësoi përkushtimin dhe profesionalizmin e policisë së shtetit dhe u shpreh: rezultatet e arritura janë fryti i një bashkëpunimi të fortë. Guardia di Finanza do të vijojë mbështetjen për Shqipërinë në këtë front, duke siguruar burime teknike dhe ekspertizë. Në përfundim të takimit, delegacioni italian dhe drejtuesit e policisë së shtetit inauguruan laboratorin e ri për përpunimin e të dhënave të monitorimit ajror, i ngritur nga Guardia di Finanza në ambientet e policisë shqiptare. Ky laborator do të shërbejë për analizimin në kohë reale të dhënave ajrore dhe hartimin e strategjive të ndërhyrjes. Policia e shtetit mbetet e përkushtuar në forcimin e operacioneve parandaluese dhe ndëshkimin e çdo tentative për kultivimin e palishëm të bimëve narkotike në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar.